I sapolinduri dhe ngritja morale. Kur fëmia arrin në këtë botë, ai është shumë i dobët. Ai ka mendje, por nuk mendon. Ai sheh me sy, por nuk i njeh objektet rreth tij. Nuk ka aftësi t'i identifikojë ngjyrat dhe fytyrat. Nuk ka ide për largësinë, i dëgjon zërat, por nuk është në gjendje t'i kuptojë ato. Ngjashëm do t'jetë edhe gjendja e ndjenjave të tjera. Përkundër të gjitha këtyre fakteve, fëmia ka aftësi t'i shfrytëzojë të gjitha këto ndjenja dhe përmes përvojës do të mësojë përdorimin e tyre. Në Kuranin famëlar, Allahu thot: Allahu ju ka nxjerr prej barkut të nënës suaj në një gjendje të tillë që ju nuk keni ditur asgjë dhe ju ka dhënë vesh, sy dhe zemra, ndoshta do t'jeni falënderues. Surja e 16, ajeti 78. Veprimet kryesore të foshnjës do t'jenë ngrënia, fjetja, luajtja me gjymtyrët, qarja dhe kryerja e nevojës. Për disa javë, foshnja është në gjendje t'i kryej vetëm këto veprime. Edhe pse veprimet e të sapolindurit janë të pakta dhe të thjeshta, ai vendos një raport me anëtarët e tjerë të familjes, duke bërë eksperimente, duke formuar shprehi dhe duke kërkuar njohuri për veten dhe mjedisin përreth tij. Këto janë kontaktet dhe përvojat që ndërtojnë moralin e personit të ardhshëm. Aliu ka thënë: me kalimin e ditëve të panjohurat shteren. Fëmia është një individ social i dobët, pa ndihmën e të tjerëve nuk mund të mbijetojë as të gjejë furnizim. Nëse të tjerët nuk i ndihmojnë dhe nuk ja plotësojnë kërkesat, ai do të mbarojë. Personat që kujdesen për foshnjën janë përgjegjës për rritjen e saj të plot, duke përfshirë formimin moral dhe religjioz. Prindërit e kujdesshëm, përmes qëndrimit të tyre të planifikuar mirë, i plotësojnë nevojat e foshnjës dhe ja sigurojnë mjedisin ideal për zhvillimin e trupit dhe shpirtit të saj. Ata ja japin fëmijës moralet dhe karakteret e mira, përkundrazi prindërit e painformuar përmes veprave të pamenduara formojnë karaktere të padëshiruara tek fëmijët. Foshnja e sapolindur ndjen uri dhe kërkon ushqim. Ai e ndjen nevojën e tij dhe shikon tek qenia e lartë për plotësimin e nevojave të tij. Kjo është arsyeja që foshnja qan, ajo dëshiron të tërheqë vërejtjen e nënës në mënyrë që t'i plotësohen nevojat e veta. Nëse ushtrohet kujdesi i mirë për plotësimin e nevojave të foshnjës në bazë të një programi të planifikuar mirë, ajo do të flejë e rehatshme dhe do të zgjohet në kohën e saktë kur duhet të pranojë ushqimin. Nervat e një foshnje të tillë janë të qeta. Ato mësohen me karakteret e mira dhe normale. Në këtë fazë, kur foshnjat nuk e njohin askënd, do të përqendrohen vetëm në dy gjëra: dobësinë dhe paaftësinë e tyre. Dhe vëmendja e tyre do të përqendrohet në fuqinë superiore që është siguruesi i të gjitha nevojave. Ata qajnë për të pranuar ndihmë prej fuqisë së fshehtë e të padukshme që është krijuesi i të gjitha gjërave. Foshnja, duke u bazuar në dobësinë dhe pafuqinë e tyre, e lidhin veten me fuqinë që është tepër bujar. Nëse kjo ndjenjë përjetësohet tek foshnja, atëherë ajo do të bëhet themeli i besimit, fesë dhe i lumturisë shpirtërore në të ardhmen e tyre. I dërguari i Islamit ka thënë: asnjëherë mos i rrihni foshnjat nëse qajnë, plotësojani kërkesat e tyre, sepse për 4 muajt e parë të jetës së foshnjës, të qarat e tij janë dëshmi për ekzistencën dhe njësinë e Allahut të Gjithfuqishëm. Për 4 muajt e parë të jetës së tij, foshnja e sapolindur nuk e ka fituar ende ekzistencën shoqërore. Ato nuk e njohin askënd, as nënën e tyre. Kjo është periudha e vetme kur vëmendja e foshnjës është e fokusuar në një fuqi të padukshme, por ato foshnje që janë viktima të pakujdesisë së nënave të tyre, qajnë të pambrojtura në mënyrë që të tërheqin vëmendjen për ndihmë. Nervat e foshnjave të tilla do të jenë të shqetësuara dhe shumica e tyre janë të zemëruara. Gjatë kohës, zemërimi i foshnjave të tilla bëhet natyra e tyre e dytë. Atyre foshnjave do të mungojë vetbesimi dhe do të bëhen të padisiplinuara dhe grindavece.